Nga kalaja e Dodës, mazhoranca ka reaguar ndaj sulmeve që Partia Demokratike e ka artikuluar në lidhje me kandidatin socialist për Bashkinë e Dibrës Muharrem Rama. Koordinatori PS-s për këtë zonë Damian Gjiknuri dhe deputeti socialist Sadria Bazi u kanë kërkuar banorëve të mbështesin Ramën si kandidatura më e mirë. Janë mundu me hedh edhe balt për figurën e Muharremit, padrejtisht. Fakt për mua kanë ofendu popullin e Krajinës, popullin e Dibrës. Ti thush Muharremit trafikant droge, apo ti thush Muharremit. Por normalisht ju e njihni dhe ata tregojnë që nuk kanë çfarë thon fare për alternativën tonë. Partia Demokratike do të jetë për shumë vite në opozit. Pasi Partia Demokratike është bëri atë që bëri dhe populli shqiptar nuk i beson më. Ndërsa kandidati Muharrem Rama ka sqaruar akuzat në lidhje me projektin e bulevardit të Peshkopis. Pavarësisht se kundërshtari janë thotë po jo çën lek në bashki në qytetin e Peshkopis, ne prioritet do kemi zonat rurale se këtu është edhe përqendrimi edhe i popullsisë më tepër. Rama ka premtuar rritje të fondeve për blegtorin si dhe përmirësimin e infrastrukturës për të ardhur në ndihmë turizmit malor.